Corriere della Sera ka përgënjeshtruar lajmin e publikuar 2 ditë më parë se një delegacion shqiptar që mori pjesë në samitin e Milanos ka shkuar në kazino. Corriere ka publikuar si përgënjeshtrim deklaratën e konsulles së Shqipërisë në Itali, Lulieta Çobanaj. Në përgënjeshtrim thuhet se nuk ka patur asnjë delegacion shqiptar pasi Republika e Shqipërisë nuk bën pjesë në shtetet e samitit ASEM dhe nuk ka qenë e ftuar në formë zyrtare. Duke ju referuar artikullit Limuzine e Culatello le 48 ore segrete dei leader, të shkruar në Corriere della Sera të 19 tetorit, nënvizojmë se Shqipëria nuk ka dërguar asnjë përfaqësues në samitin e Europa-Azia në Milano, as si vëzhgues dhe nuk merrnin pjesë zyrtarë të qeverisë shqiptare. Lajmi i re mbi sjelljen e përfaqësuesve të Republikës së Shqipërisë ka ofenduar thellësisht imazhin e shtetit dhe qeverisë tonë. Për më shumë, lajmi ka patur impakt negativ dhe të menjëhershëm në mediat kombëtare, duke sjellë pa kënaqësira të thella në vendin tonë. Edhe Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka reaguar pas përgënjeshtrimit. Ajo ka pohuar se dhe opozita jonë dhe mediat pranë saj nxituan jo vetëm t'i referoheshin një lajm i fals, por t'i shtonin një lajm akoma më fals se delegacioni drejtohej nga Ministri i Mbrojtjes. Kodheli thotë se duke treguar që deklaratat janë të papërgjegjshme, PDK-ja të paktën të kërkojë ndjes shqiptarëve për të pavërtetat që thirrën nga podiumi i Selis Blu.